Në fshatin Hot të Malësisë së Madhe, për më shumë se 2 dekadash funksionon Baxhuja e ngritur nga Prel Hasani, një histori pune dhe përkushtimi që nisi rreth 20 vite më parë, si një trashëgimi nga gjyshja. E sot, e gjithë familja është angazhuar aty, ku fëmijët janë specializuar në fushën e blegtorisë dhe përpunimit të qumshtit, duke ruajtur traditën e prodhimit artizanal të djathit. Çështja e Baxhës në linjë si ide me qenë se nanat edhe gjyshet tona gjithmonë Malësia ka pas traditë çështën e përpunimit të bylmetit, të mos ta trashëgojmë edhe ta përmirësojmë. Kam 2 djem ose edhe një nip, ata kam veterinar që kem tentuar me bën cikël me unë, kanë vazhduar shkollën, janë specializuar për këtë fushë. Kemi shkuar në Hollandë, në Itali me marrë eksperjenca. Produktet e Baxhës kanë arritur të gjejnë treg jo vetëm në zonën e Malësisë së Madhe dhe në Shqipëri, por edhe përtej kufive. Punojmë 12 muaj të vitit. Edhe tregu është kryesisht Tirana, eksportojmë Kosovë, Maqedoni, ndoshta edin Malizi. Stazionimi mbetet pjesë e rëndësishme në ruajtjen e cilësisë së djathrave. Gërshetimi i djathit vjen tashmë edhe me arrat, shërbelen apo lëvandon. Është këtu. Ku shërbela jonë është në shërbelat më të mira në botë, në shërbel dalmate. Kem boronicën e vërmoshit, kem arën e venit, kem pikantin. Janë më shumë me borzilok, me ullim, me fistik, me pastaj kem kërshëtuar edhe këto pazan me qumsht dhijet. Zona aty për shkak është që mund të kenë djathën që ka më një vit, që është i stazionuar. Por ka diçka kur djathi, i kalon 2-3 muaj, sa më shumë stazionuar, më i shishëm, më i mirë bëhet. Kjo Baxhu në Hot është një dëshmi se tradita, puna familjare dhe përkushtimi mund të kthehen në një histori suksesi që mban shijen e Malësisë së Madhe edhe përtej kufive.